Këtë vit, rreth 20% më shumë studentë kanë zgjedhur të studiojnë në Universitetin Bujqësor të Tiranës, kështu u shpreh kryeministri Edi Rama në konferencën ndërkombëtare mbi shkencat e jetës dhe bujqësisë, që sipas të cilit ka ardhur si rezultati i bashkëpunimit me Bokun e Vjenës. Kryeministri tha se rektori Fatbar Sallaku i kishte kërkuar që të ulin mesataren e pranimit të UBT si një mënyrë për të shmangur kolapsin dhe që universiteti të mos mbetej pa student, por si shtoi kryeministri, vendosën që të shkonim në drejtim të kundërt të asaj që propozoi rektori dhe nisën bashkëpunim me Universitetin e Vjenës. Synimi, tha kryeministri Rama, ishte që të jepnim UBT-s markën e ekselencës dhe të abonim atë më tërheqës për të rinjtë e vendit. Dhe kështu filloi bashkëpunimi që sot ka sjell një situatë optimizmi, që sot, që është vetëm fillimi, ka rezultuar me 20% plus student në Universitetin Bujqësor, por jo student me mesatare të ulur për t'i sjellë, por student që kanë trokitur në dytë universitetit, sepse ky universitet ka çelur një perspektivë të re për vajzat e djemt e sotëm dhe ka krijuar premisat për ta parë të nesërmen në këtë fushë që pavarësisht të gjitha zhvillimeve të jashtëzakonshme teknologjike dhe pavarësisht profesioneve deri sot të lakmuara, faktikisht do të jetë gjithnjë më shumë një fushë kaq jetike sa vlerësimi për njerëzit që do të punojnë në këtë fushë do të vijë vetëm duke u rritur edhe në aspektin financiar. Kryeministri Edi Rama bëri batuta gjithashtu edhe me rektorin e Universitetit Bujqësor në Tiranës, Fatbar Sallaku, teksa u shpreh se nuk ja priste mendja që do të lavdëronte kaq shumë sa herë t'i jepte rastin një demokrati. Rama i referoi bashkëpunimit të suksesshëm për transformimin e UBT-s. Është kthyer në një pararoj e transformimit, një pararoj ambicies për Shqipërinë e të nesërmes, një pararoj e përgjegjshmërisë lartë përpara brezit të atyre që trokasin dyert e universiteteve tona për të bërë specialistët e të nesërmes. Dhe padyshim që këtu ka një merit veçantë, jo vetëm leadershipi i universitetit. Nuk ma kishte ngrënë mendja që do vinte dita që unë do lavdëroja kaq shumë sa herë që mbie rasti një demokrat, por kam kuptuar që kur demokratët nuk kanë flok, e kam më të lehtë që të gjej aleancë me ta. Rama gjatë fjalës së tij në konferencën kombëtare të shkencave të jetës dhe bujqësisë kujtoi dhe vizitën që zhvilloi bashkë me një grup nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, zhvilluan në ato të Bakus në Vjenë, dhe kurseu batutat me ish-rektorin e Universitetit të Vjenës, Hubert Hassenhauer, teksa tha se grupi i shqiptarëve mund të kërkonte edhe azil politik.